Faleminderit Nora, me qenë se ti e the, edhe unë për ju them këtu se na me datën 9 maj praktikisht, bëjmë një manifestim në Staten Island dhe është një bukuri. Në Staten Island jemi komuniteti i dytë shqiptar dhe ka mjaft shqiptar. Tash e kishin për 8 marsin, kishim diku 400 veta. Dhe i premtoj shpresës dhe Shqipës me 9 maj, ditë e diel, do bëjmë një manifestim dhe gjitha të ardhurat nga e manifestim për ditën e nanës do të shkojnë fondacionit për ndihmë fëmijëve të autisëm. Na dhe shkojnë në të rrugë restoranin, në këtë rrugë vendin, kështu që do të uftoj të vini. Edhe tash me këtë dhuratën juj, sonshme, që to $500, sikur që i keni pa në gazetën Një Liri, do të shkojnë qendrës në Mitrovic. Të gjitha qendrat, shkolla që i kom vizitu, Mitrovica, që i keni murin aty ku i shihni. Këto të holla son të përjepni, zoja dhe t'i qënë Mitrovic. Faleminderit shumë, edhe në emër të komunitetit të New Yorkut, të grave shqiptare, të kësaj mramje, një gjest, një kujtim e falenderim për vizitën e juj. Na përkujtoni edhe neve, gratë shqiptare, nanat shqiptare që jetojnë larg Kosovës. E falenderit edhe një herë. Falenderoj shumë zonjën Gjaki. Ju falenderoj gjithave për kontributin që po jepni për fëmijët në nevojë, domethënë fëmijët me autizëm në Kosovës. Besoj që kjo do të jetë një kontribut që presim me padurim, pasi që siç e tha edhe shqipja dhe shpresa, kemi kushte shumë të vështira për këta fëmijë, por besoj që me mendimin e juj do t'ja dalim. Faleminderit shumë. Kozeta Zbjulja që ka për shkollën Shqipe dhe njerit Kozeta është poete shkrimtare e dëshërën fjallën. Të nderuar zonja e parë e Kosovës, të nderuar motra, të nderuar konsolot, të nderuar zonja Shqesa, së bashkë me bashkëshortën tuaj shëmbëllor. Mua më keni emocionuar jashtëzakonisht sot. Faktikisht nuk është hera e parë që Shqipe Biba mbledh njerëzit dhe vetëm punon për kombin shqiptar. Shqipe Biba është motra ime. Së fundi kam publikuar intervistën me Shqipe Bibën, një nga aktivistet më të shquara të komunitetit shqiptar, e cila jo organizata, na tutën e në fund, një ngranazhe, edhe kështu që vazhdojmë të punojmë. Impresionimi më i madh është sepse janë bashkuar dy emra shumë të bukur. Ku Shqipëria ka pasur tërjetën nevojë. Është bashkuar zonja Shpresa Gjaki dhe zonja Shqipe Biba. Shqipe dhe Shpresa janë dy emra nga më të bukur. Shpresa që jep vetëm shpresë për kombin tonë që mos shuhet kur, dhe Shqipe Biba që ndërojnë të jemi dhe të futurojnë të lirë. Së bashku me motrën time, zonjën Lonora Abdullahi, punojmë së bashku në shkollën Suzan Wagner High School. Ndoshta zonja Lonora Abdullahi ka 12 vjet, Kozeta Zylo ka 4 vjet që punon në programin e autizmit, dhe në programin e autizmit kam mësuar jashtëzakonisht. Impresioni i parë im që ka qenë, kam qenë në shkollë të mesme në Tiranë, me vite të tëra, dhe impresionimi i parë që ka qenë kur vajta në shkollë dhe më saktuan aty, ishte momenti kur fëmijët po hanin bukë. Unë nuk e di, domethënë, kam pasur një shqetësim shumë të madh. Ndoshta pikërisht është ajo sepse është padia jonë. Dhe padia jonë na çon në shumë fantazira. Edhe pse ndoshta kushërira ime ka pasur djalin e saj Ivin. Ivi sot është 30 vjeç. Për Ivin, Kozeta Zylo ka shkruar artikullin më të bukur dhe kam thënë, shkoni dhe merrni shembull në shkollën shqipe të Ivi Gabës, ku familja e tij nuk e ndan Ivi Gabën në çdo aktivitet,
në çdo mbrëmje, në çdo gjë, i Vigaba është një fëmijë shkëlqyer. Çfarë mësova në mbrëmjen e 30 vjetorit? Ndoshta ajo bëri ditëlindjen e 30 vjetorit dhe thash njëkohësisht dhe dasma i vit. E shkruajta, e botuan gazetat dhe mësova nga shokët dhe shoqet që donin aq shumë Idin dhe thanë, po zëra, ky nuk është i smur, është çështje mentaliteti nga shqiptarët. Ai është fëmijë komplet normal. Eksperiencë tjetër që kam me Sakip Marken, me nxënësin më të bukur dhe më të mirë të shkollës në Suzan Wagner. Sakip Markja është nga Dibra. Unë punoj me të. Kur Sakipi kishte ditëlindje në klasë, u grita dhe i thash që do të bëjmë ditëlindjen e Sakipit. Dhe Sakipi më tha, dua që ta shkruash në të rast shqip, zuar ditëlindjen Sakip. Dhe ditëlindja e Sakipit u bën në mënyrë të përsosur dhe sigurisht e botova dhe këtë. Artikullin tjetër nuk fal shqipe, po do t'i them sepse janë shumë emocionante këto. Artikullin tjetër e kam me Kadimin. Kadimi është afrikano-amerikan. Fatkesisht ai nuk është më. Kadimi vdiq pa pritur. Domethënë kemi dhe nga këto momente, do të më falësh shpresa. Dua të them për eksperiencën se si veproj në shkollat amerikane. Çdo vit neve bëjmë aktivitetin, bëjmë show me këta nxënës në maj. Jem mirëpritur zonja Shpresa. Do t'ju lidh me koordinatorin dhe mirë se të vini. Sigurisht dhe zonin e farë me një kënaqësi të madhe, por nëse do të mundet. Dhe në këtë aktivitet që bëhet çdo vit show, fëmijët janë të jashtëzakonshëm. Dhe nga që Kadimi vdiq, ndroi jetë më mirë, u bë aktiviteti dhe ju kushtua vetëm Kadimit. Dhe për këtë botova artikullin, pse po e them botova? Po e them sepse duhet i publikojmë gjërat. E botova artikullin në gazetën Iliria për Kadimin. Dhe do thonë të gjitha shoqet dhe jemajqi, të lutem Suse Kozeta më thonë ma shkruani, ma përktheni në anglisht. Jo i thash, unë nuk do t'ua përkthej në anglisht. Ju duhet të mësoni shqipe, sepse këta janë ëngjët e botës. Dhe ëngjët e botës flashin të gjitha gjuhët e botës. Dhe prandaj ëngjët që juve të një marë, ju faleminderit shumë dhe nuk dua dhe do të keni përkrahjen tonë edhe me shkollën shqipe, mirë se të vini te shkolla shqipe Alba Live, punoj vetëm vullnetarisht në çdo gjë, edhe njëkohësisht dhe për televizionin Alba Live, ku dua të falenderoj gjithë mediat, këtu Beqir Sinën, gazetarin e Palodhut, Halil Mulën, Skënder Palin, i cili është për neve jashtëzakonshëm, thotë që malit kuton, nuk ishte mundësi kur ishte vetë. Kuton që të jetë, do të keni pranë, dhe nuk ka më bukur kur neve bashkohemi të gjithë së bashku. Edhe punojnë. Ju faleminderit, Shqipe dhe Shpresa, dhe qofshi gjithmonë të bashkuara Shqipe dhe Shpresa gjatë. A ka dikush tjetër që dëshiron diçka për të pyetur, diçka për të shtuar, për të propozuar, për të kritikuar, sugjeruar? Beqiri, zoti Sina. Zoti Shpresa, ju pa dërgëfimin tuaj në Kosovë, a bët në një statistikë se sa është numri i këtëprekur me autizëm në Kosovë? Numri i fëmijëve atje i quhen me nevoja speciale. 250 fëmijë vetëm në komunë Prishtinës. Mirë po, me autizëm janë në kretë Kosovën mase 460. Mirë po, autizëm nuk janë të identifikum, nuk janë të diagnostifikum. Numri është 1000 fëmijë të regjistruar, mirë po hyn me Down syndrom, me Asperger, me autizëm, me të gjitha së bashku. Atje nuk i kishin të veçantë, nuk i kishin të diagnostifikum. Fëmija trajtohet për moshës 3 vjeçare deri në 21 vjeçare në klasë. Vetëm një shkollë në Prishtinë, në infrashëri, i ka 114 fëmijë, 5 klasë. Në për fshatra ishin 28, 48, 60 krejtë së bashku. Mirë po, tuna me cek edhe një sen. Mësus, psikolog, ata që ishin të punu drejt për drejtin me fëmijë. Unë duhem me thonë edhe mirë ditë, nuk e di si me nderu ata, se atë punë e bojnë
prej dashnis për fëmijë. Kushtet janë mizerje, fëmija kërkojnë punë 24 orë në ditë, me sulme epileptike, me agresivitet, mirë po to gra, kishë edhe mashkuj, mirë po ma ti për femna, e bëjshin punën me një dashni që nuk ka rogë ose qmim që paguhet. Po ndë me ato roga që ka i kanë në Kosovë. I dojnë fëmijët, i punëshën me fëmijë në ato kushte që i kishën. Numri pra po thonë, 1000 fëmijë të regjistruar, të gjitha aspekte. Mirë po so ka dhe të pa regjistruar që në kishën. Sa është kontributi institucional në Kosovë për këta fëmijë? Minimum. Atë përgjigje nuk mujta me marë, nuk mujta me edhe pse vizitova Ministrinë e Arsimit, mirë po. Nevojat, kështu të them, hapi i fundit është që IPën 10 euro, 50 euro, 10 euro për fëmijë, për prindin me pruat fëmijë në shkollë. Do më thonë, me ba një vedije të prindve që edhe kjo fëmijë shko në shkollë. Tentojnë me punu me klasë speciale, me nevojat edhe kushte që ka i kanë, tentojnë me i bashkangjit edhe klasave tjera që po kanë problem, edhe ideja e një shkolle, të mirëm i vesh, nuk është shkollë speciale, nuk është shkollë institucionale, është shkollë për fëmijë që me i dhonë e me i trajnu me të folonit, me sjellje, me kohë të lirë, që qaj fëmijë nëse ka nevojë edhe din me lidh tojat e patikës. Qendra e edukimit me flet. Edhe një institucion Kanades, që mra rasti me u taku në Prishtinë, është informuar edhe janë në dakord edhe të pëlqimit me investu në këtë punë, do të thonë, hape qendrën, hape shkollën, ata po vijen me po socializimin e këtëne fëmijëve. Do të thonë, për punimin e rrethit të fëmijëve të shkollave fillore, gjimnazit, mi marë një orë, me punu me këta fëmijë, mi marë në aktivitet sportiv, mi marë në park, i kishë një plan e program hatat mirë. Mirë po prapë po thonë, pa e pas një qender, pa e pas një klas, pa e pas disha që me thonë, keni ndinë konkrete, që konkret, që kjo veni. So, qaj është, pëndaj, këtë ideja e fillimit të shëqatës për. Po një qendër nëse qelet, qendra qelet në Prishtinë, Pezan. Qa do të bëjnë ata Prizrenit, a Gjakovës, a Katunde? Kjo qendër, tash, është edhe planje programi si punan. Në të thonë, është një model i vogël, një shembull i vogël si duhet me punu. Me këta 5 të ri që janë trajnu, në të thonë shkon, një orë puna me fëmijë. Dyta, do t'i ketë 2 ndihmës, një ndihmës që trajnohet, 2 shkollës. Këta të fakultetit që studiojnë psikologjinë, psihiatrin, të mjekësisë që kanë me bo, do mëzdashëm trajnimin. Na këtu e kemi internship që jetojmë anglisht. Do më thonë, një person është me eksperiencë punon me fëmijë, 2 tjerë i trajnon.